në apelin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u mbajt sot seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit kishte sot përballë kreun e SPAK-ut Altin Dumani dhe prokurorin Olsi Dado. Teksa kërkoi lirinë, Veliaj komentoi edhe provat e reja që pretendon SPAK se ka dorëzuar për të. Veliaj jo vetëm i drejtoi një pyetje të fortë Dumanit sot në sallë, por nga ana tjetër kërkoi edhe që seanca gjyqësore në ngarkim të tij të mbahet e hapur për median. Keni sjell prova të reja, kërkoi të sillni kamerat dhe kjo seancë të jetë e hapur për median. Sillni mediat që t'i deklaroj publikisht edhe para tyre përgjimet e kryera ndaj meje. Nuk kam asnjë sekret në bisedat telefonike me familjarët e mi nga kabina e burgut. Më izoluat një muaj në burg që të gjenit prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe akuzoi si organizat kriminale. Çfarë gjeti? Pse nuk u konsideruan prova të reja sulmet e Berishës ndaj SPAK-ut? Pyeti Veliaj. Kryebashkiaku i Tiranës kundërshtoi provat e reja të paraqitura nga SPAK, duke theksuar se ato nuk përbëjnë element të rinj të ligjshëm. Mirë po as sot, apeli i gjykatës së posaçme nuk dha vendim lidhur me masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj. Gjyqtari Engert Pullumbi njoftoi se vendimi do t'jepet të enjten në orën 10. Një ditë më parë seanca u shtyp pasi mbrojtja e Veliajt kërkoi kohë të njihej me provat e reja që dorëzuan dy prokurorët e posaçëm, Olsi Dado dhe Altin Dumani. Në mesnat skadon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve të 11 majit, por si çdo herë tjetër, të gjithë e lënë për minutin e fundit. A thua kryetarët nuk e dinin se kë donin e nuk donin, jo për gjë, por ata vendosin gjithmonë. Si Partia Socialiste ashtu edhe Partia Demokratike kanë mbledhur në këto momente të gjitha forumet për të diskutuar edhe gërmën e fundit para se të dorëzojnë listat. Ndërkohë, të gjithë e dinë që forumet nuk vendosin asgjë, por vetëm kryetarët, të ashtu quajturit të rinj e të vegjël i dorëzuan, por të mëdhenjt duan protagonizëm sepse kanë propagandën të madhe, edhe pse nuk janë dorëzuar ende, të gjithë i morën vesh se ç'kan ato të shkreta lista. Ndalemi në Partinë Socialiste. Rama e ka bërë të qartë që do të luajë taktikisht në dukje me metodologji të re, por më e vjetër se e vjetra. Në çdo palëzgjedhje flaktej xhaketat e vjetra, e spostoi Petro Koçin, një nga socialistët e vjetër më me integritet në kampin roz, ndërsa për ato xhaketat të vjetra që ka vendosur në listë të hapur, thuhet se e ka bërë për të maksimalizuar votën, pasi të rinjt i ka vendosur në listë të sigurt. Njëjtë ka bërë edhe me gratë, por jo me ato që kërkojnë mandatin e dytë të deputetit. Të paktën 60 emra janë në listë të hapur dhe jo pak emra rrezikojnë. Mësohet se 3 kandidatë janë nga diaspora në listën e mbyllur, pra atë të sigurt. Përkatësisht, një vjen nga Kanadaja, një nga Britania e Madhe dhe një nga SBA-t. Rama e ka paralajmëruar më herët që skuadra do të përbëhet në shumicën e saj me figura të reja, përfshir platformën deputeti që duam, nga ku dolën emra që kandidojnë në listë të mbyllur, por ajo që nuk ka thënë është se pse fut në listë të sigurt dhe merr në mbrojtje kandidat që tashmë kanë llogarit hapura me drejtësinë. Po ashtu Rama u bëri nder edhe disa kryebashkiakëve që më shumë se sa të preferuara po t'i marrë në mbrojtje përmes mandatit, dukshëm janë llogari e pastër për të maksimalizuar votën, pasi ata janë njerëz që menaxhojnë qytetet dhe çdo pollëmbe kanë nën kontroll. Bëhet fjalë për të qenë në listë kryebashkiaku i Beratit, Matit, Tepelenës dhe Roskovecit, të cilët kanë dhënë dorëheqjen. Ajo që po ndodh në Selin Roz po ndodh edhe në Selin Blu. Mbledhje të njëpasnjëshme forumesh në të njëjtat orare, ethe të listave të minutës së fundit. A thua edhe këtu sikurse te Rama nuk i bën listat Berisha. Madje ky i fundit ka hedhur në erë edhe procesin e primareve, ku gënjeu demokratët duke u thënë se do të përcaktojnë listat e fituesve të tyre. Berisha ka futur në lista ata që u votuan më pak, sikurse Floriana Garo, dhe ka përjashtuar nga lista ata që u votuan më shumë. Kjo është lemerisje për demokratët, por ç'të bëjnë të shkretët? Berisha ka blinduar listat me besnikët e tij prej 3 dekadash, ku juristi Kreshnik Spahiu lëshoi një ironi perl kur tha se 2 gjëra janë të sigurta: vdekja dhe deputet Tritani. Berisha ka havale edhe aleatët, pasi ka edhe ata në 8 vende në listë. 4 Partia e Metës, se ky fundit vetë është pjesa e hapur, nga një pastaj Dule, Idrizi, Mediu dhe Duka. Përveç të vjetërve, të rinjt numërohen me gishtat e dorës dhe voilà, alternativa shpresdhënëse e opozitës. Duhet theksuar po ashtu se në hartimin e listave, Berisha ka gjetur momentin të hakmerret me njerëzit që dikur e shanin dhe ishin me Bashën dhe pastaj me zor u bashkuan. Ai nuk harron, thjesht vonon për të gjetur momentin ideal për t'u hakmarr. Ai ç'ti bëj Gazbardhit se është i detyruar tani, pa të tjerëve, një kafshat i ka. Shembulli i deputetit dashnor Sula
është ilustrimi më perfekt për të përshkruar se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike në drejtimin e Sali Berishës. Shembulli Dashnor Sulos hedh në erë primaret e Sali Berishës dhe demaskon këtë të fundit se ka gënjur vënçe demokratët. Por çfarë ka ndodhur? Deputeti demokrat Dashnor Sula njoftoi sot se Partia Demokratike, pra Sali Berisha, e përjashtoi nga lista e kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Deputeti reagoi menjëherë në rrjetet e tij sociale, ku se është njoftuar se nuk do të kandidojë në qarkun e Elbasanit pasi është spakist. Duhet theksuar fakti që Dashnor Sula doli i pari më i votuari në primaret e organizuara për qarkun e Elbasanit. Kam një mesazh për ata që janë ngujuar në kull e po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cërrikut, Belshit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk i keni bërë mirë llogarit, paralajmëron Dashnor Sula. Në fakt, kjo duket hapur se është një hakmarrje e Sali Berishës për njerëzit që kanë qenë koherent në retorikën e tyre për të thënë të vërtetën edhe pse ajo nuk i pëlqente kryedemokratit, por sidomos edhe fakti që janë ish-njerëz të Lulzim Bashës. Hartimi i listave, që është bërë kryekput vetëm nga kryetarët e partive respektive, sigurisht që prodhon radhët e këtyre të fundit përplasje. Megjithatë, shumica kamuflohen dhe për hir të së ardhmes në pushtet apo me shpresën për të tillë detyrohen të heshtin. Në radhët e socialistëve, i vetmi që reagoi ishte Petro Koçi për postimin që i bën hashiqare si një figurë e rëndësishme në Partinë Socialiste. Ai reagoi dhe tha hapur atë që mendonte e ndjente për ata që ja bën puçin. Ndërkohë, një ditë më parë në komisionin që drejton në Kuvend, Erion Braçe u tërbua pasi nuk do t'jetë në listën e sigurt të Partisë Socialiste. Tërbimi i Braçës që u lidh pikërisht me këtë fakt ngjalli shumë reagime në rrjet, çka detyruan deputetin socialist të bënte një reagim. Braçe thotë se nuk ka luftuar për karrike, por për njerëzit dhe në këtë rast konkretisht për bujqësinë. Unë i tërbuar për listën, shqetësimi im nuk ka qenë kurrë vetja. Unë karriera, karrika ime, po ka qenë puna ime si shërbim ndaj njerëzve për vite me radhë. Fshati, bujqësia, populli i fshatit e bujqësisë, puna e tyre, prodhimi i tyre, ekonomia e tyre dhe ekonomia e vendit ku ajo është pjesë jetike. Ky është tërbimi im dhe arsyeja e tij. Mbi të gjitha kur më gënjejnë, thot socialisti, duke thënë qartë që ja pas kam futur, ndërsa sa për pjesën se nuk i ka interesuar kurrë karrikja e tij, këtë do ta besonim vetëm nëse do të jetonim në një botë ideale. Teksa si çdo herë tjetër, dy partitë e mëdha e lënë për në momentin e fundit. A thua nuk ka vendosur kryetari që me kohë me vakt? Arlind Qori i Lëvizjes Bashk e bëri që në orët e para të ditës këtë punë. E kemi fjalën për dorëzimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të listës përfundimtare të kandidatëve për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Arlind Qori ishte subjekti i parë i cili dorëzoi sot listën e kandidatëve. Në qarkun e Tiranës, lista e Lëvizjes Bashk kryesohet nga Ridi Muçi, ndërsa vetë Arlind Qori renditet i dytë. Lëvizja Bashk do të garojë në zgjedhje e vetme, pasi nuk u bë pjesë e asnjë koalicioni. Në Tiranë, në listë janë vendosur Redi Muçi dhe Arlind Qori, në Shkodër Gabriel Rakaj, në Lezhë Emiliano Kita, në Korç Petro Lubonja, në Fier Mirela Ruko, në Elbasan Oltion Fociro, në Dibër Besian Kica, në Kukës Alban Metollari, në Gjirokastër Klevis Bedaj, në Durrës Arta Kaçani, në Berat Elio Shyti dhe në Vlorë Ilir Zoto. Ethet e listave të kandidatëve për deputet për 11 maj nga të gjitha partitë po prodhojnë perla këto orë të fundit. Vasil Strejovski, aleancës së Maqedonasve, u largua nga koalicioni i Sali Berishës vetëm pak ditë pasi ky i fundit e prezantoi si pjesë të tij zyrtare. Sot mësuam se Vasil Strejovski që ka bashkuar pa humbur asnjë minutë kohë me Edi Ramon dhe Partinë Socialiste. Mësohet se ai është futur në listën e Partisë Socialiste në Korç. Vasil Strejovski deklaron se negociatat me Berishën dështuan pasi partia e nuk mori asnjë vend në listat e hapura. E po tani edhe faji nuk ka i gjori, sepse nuk mund të jetë pjesë kot e një koalicioni sa për sy e faqe, pa përfituar asgjë në këmbim. Ne menduam se më mjeshtër i pazareve, në kuptimin pragmatist të fjalës, ishte Sali Berisha, sepse edhe mosha dhe eksperienca bën të vetën, por na doli babloku. Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot takime me asamblet e Partisë Socialiste në Kavaj dhe Vorë.
mirë po më shumë se sa të merrej me hallet e shtëpisë së vet, pra të partisë së tij dhe pushtetit, u mor gjëre gjatë me opozitën dhe Sali Berishën. Edhe një herë tjetër, Rama paralajmëroi Berishën se më 11 maj Partia Socialiste do t'i çojë nocrrokun madhështor, duke ironizuar kështu edhe koalicionin e tij. Nga që më kanë dëgjuar mua që thosha nocrroku, mi bëjnë ca profile false aty dhe më shkruajnë nocrrokun do marrësh. Më 11 maj ne duhet i prezantojmë atyre një nocrrok madhështor. Duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë, që atyre t'i çojmë nocrrokun, por një nocrrok aq madhështor sa të thon çai bën vetes që zgjuam nocrrokun, thot Rama. Rama vazhdon t'u hedh syve shqiptarëve se edhe pas 12 viteve qeverisje me të gjitha pushtetet rreth e rrotull, ai këtë herë kërkon një votë shumë të rëndësishme me rëndësi gjeopolitike, pasi partia e tij dhe ai vet janë të vetmit që e çojnë vendin në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë do të jetë pasaporta, nuk do të ketë më radh kur të hyjmë në vendet e tjera, nuk do të ketë më, do të hyjmë njësoj me francez, gjerman e hollandez, njësoj barabart. Si mund të lihet kjo tani me tifozllëk? Kujtimi është më i miri, më simpatiku, më madhështori, por përveç mustaqeve nuk ka gjë tjetër, ata të tjerët s'kan as mustaqe. Në 60 e pak ditë duhet të marrë çdo votë për Partinë Socialiste. Bëni maksimumin në këto 60 ditë, deklaroi Rama, duke u drejtuar qytetarëve që t'i japin votën më 11 maj. Partia e Ilir Metës jo po zbrazet, por duket se shumë shpejt mund t'i vihet edhe dryni. E kemi fjalën për ikjet masive me kryetarin që është në burg, me bashkëshorten që e ka braktisur e para, si atë dhe partinë, me njerëz që me ideologji të majt po ikin gjithmonë më shumë drejt Partisë Socialiste, e duke parë se në fund të tunelit nuk ka më dritë, vendos të largohet edhe një tjetër zyrtare e Partisë së Lirisë. Bëhet fjalë për kryetaren e lëvizjes së gruas për integrim, Esmeralda Demiraj. Ajo ka dhënë dorëheqjen nga çdo funksion në këtë parti. Në një reagim publik ajo sqaron arsyet që e detyruan të merrte këtë vendim. Demiraj thotë se angazhimi i saj në këtë forcë politike ka pasur për qëllim të jetë zëri i qytetarëve, por në kushtet kur kjo nuk po i lejohet, thekson ajo, atëherë largimi është zgjedhja më e drejtë. Demiraj e thot hapur se është koha të kërkojë mundësi të tjera, duke nënkuptuar kështu atashimin pranë një tjetër force politike, që me shumë gjas do të jetë Partia Socialiste. Jo për gjë, po njerëzit e LSI-s janë mësuar që jetojnë vetëm në kohë pushteti, dhe logjika të çon që do të jetë pikërisht kjo familja e saj e re e përkohshme. Në një zhvillim shqetësues për sistemin e drejtësisë shqiptare, Renato Bodurri, një figurë e njohur e botës së krimit të organizuar, është parë i lirë para gjykatës dhe prokurorisë së posaçme, duke sfiduar hapur autoritetet ligjzbatuese. Kjo situatë ngre pikpyetje serioze mbi efektivitetin e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Bodurri është i akuzuar për sulmin fizik ndaj gazetarit Gjergj Zefi, administratori i portalit online Pamfleti. Ngjarja ndodhur më 3 tetor 2023 në Tiranë. Sipas hetimeve, ai në bashkëpunim me persona të tjerë ende të pa identifikuar ka goditur Zefin me sende të forta duke i shkaktuar dëmtime serioze. SPAK nuk e arrestoi Renato Bodurrin me bandat Çela e Çopja, ndaj dhe ai pozon sot para këmbëve të Altin Dumanit. Kontrolli i lartë i shtetit ka faktuar se si Ministria e Turizmit, pushteti vendor dhe organet e tjera përgjegjëse kanë favorizuar privatin lidhur me hapësirat publike. Sapo vjen vera, plazhet zaptohen nga shezlong dhe çadra, ndërkohë që janë zhdukur plazhet private. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar manovrat e autoriteteve duke favorizuar privatin. Nga njëra anë rezultojnë hapësira për publikun në masën 30%, në disa raste në zona as pak të përshtatshme, por nga ana tjetër gjatë periudhës që është audituar ka rritje të sipërfaqes së kontraktuar nga subjektet private. Sipërfaqja e kontraktuar nga subjektet private për të ushtruar veprimtarinë stacion plazhi për periudhën 2022-2024 paraqet një tendencë rritje të lartë. Nga krahasimi i sipërfaqes në vitin 2024 kundrejt vitit 2022 rezultojnë në rritje të larta. Në përfundim, në vitin 2024 përkundrejt vitit 2022, në total për të gjitha bashkitë subjekte auditimi rezulton tendencë në rritje e numrit të subjekteve përfitues, numrit të shezllongeve dhe sipërfaqeve të kontraktuara në total për bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Himar.
Skandali i pronave në fshatrat e Tiranës që po ndjek pamfleti në disa shkrime investiguese ka krijuar një përshtyellim të madh tek njerëzit e implikuar. Me metodat e tyre mafioze, të gjithë personazhet e përfshirë nuk kanë ndalur kërcënimet dhe shantazhet e panumërta, të cilat natyrisht nuk u kanë pirui dhe afera do të zbardhet ditë pas dite derisa drejtësia të nisë hetimet për këtë abuzim të përmasave gjigande. Këta xhakajdur të pronave të grabitura në zonën e gjerë nga Vaçari në Ndroqe deri në Vorë kanë si mbrojtës të tyre deputetin e Partisë Socialiste që mbulon atë zonë. Toni Gogun, ish pastorin evangelist i cili jeton vetë në fshatin Maknor pranë Pezës. Pastori ka ndërtuar në Maknor një vilë ekstra luksoze, u del shpesh në rrjetet sociale, televizione, media me sjellje borgjezi, duke thithur lullën dhe përkëdhelur qenë të tij të shtrenjtë. Gogu, i cili u bë viral para disa kohësh në një video me këngën e famshme Dibrane të Hajredim Pashës, u thiri lavdi për generalin Famkeq Osman, një lajthitje e qartë e cila tregon se sa i përgatitur e i lexuar është deputeti që ka mbajtur një seri postesh të larta publike. Publikimi i skandalit të tokave në zonën e tij elektorale do të duhet të mobilizonte deputetin pastor që të përgëzonte median e të shtynte që ky skandal të shkojë në dyert e drejtësisë, ose së paku të mbante një deklaratë publike qoftë me fjalë, qoftë me shkrim në rrjetet e tij ku nuk mungon të sulmojë kundërshtarët politik. Një person që e quan veten një besimtar dhe dashnor i drejtësisë do të duhet bëhej përkrahës i zjarrt i zbardhjes së skandalit, duke u bashkuar me mediat që ta sensibilizojnë sa më shumë këtë çështje. Heshtja e tij për keqbërësit e pronave është një skandal më vete. Ndotja e ajrit, pensionet e ulta dhe kontratat e punës janë ndër shkaqet kryesore që po shpopullojnë vendin. Tre arsyet kryesore që po i shtyn shqiptarët të emigrojnë gjithmonë më në masë jashtë vendit janë paga më e lartë, një jetë më e mirë për fëmijët dhe shërbimet më të mira shëndetësore. Anketa e fundit e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, që mati ndjesi në lidhje me sigurinë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, zbuloi një kategori të re emigrantësh në moshat e vjetra. Nga vendi po largohen gjithmonë më shumë persona që po bashkohen me familjet e tyre dhe një kategori tjetër që ikën të përfitojë pension më të lartë në vendet pritëse. Përveç azil kërkuesve, tani gjithnjë më shumë largimet po bëhen në mënyrë të rregullt, të tilla si kontratat e punës dhe bashkimet familjare. Gati 20% e personave që kishin pohuar se do të largoheshin nga vendi kishin gjetur kontratë pune. Lehtësimi i kritereve të punësimit, sidomos në Gjermani, po tërheqën shumë të rinj shqiptar që tashmë në vend që të kërkojnë azil, aplikojnë dhe marrin viza pune. Ndërkohë kriteret për gjuhën janë lehtësuar në disa profesione me aftësi të ulta si në ndërtim dhe pastrim, e tani largimet janë më të lehta. Gjykata e posaçme shpall fajtor dhe dënon me 35 vite burg Jemin Sherën, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Behar Sofia. Ngjarja e ndodhur në shkurt të vitit 2021. Dënimi u dha në mungesë pasi Jemin Shera është ende në kërkim si organizator i vrasjes së Behar Sofis, biznesmen i njohur si padron droge. Jemin Shera, i njohur ndryshe edhe si Bajlozi në qarqet e krimit, u dënua për veprat penale vrasje me paramendime kryer për interes në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal. Pavarësisht dënimit të organizatorit, SPAK ende nuk ka zbuluar personat nga të cilët Shera ka marrë porosin për të ekzekutuar Behar Sofin. Teksa negociatat mes Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë në Arabinë Saudite në një takim të nivelit të lartë për të arritur dakordsinë e plotë për paktin e paqes me Rusinë që i jep fund luftës, Kremlini thotë se nuk ka asnjë informacion për ecurinë e tyre deri më tani. Nga Moska thonë se po presin të informohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rezultatin e bisedimeve në Arabinë Saudite përpara se të japin verdiktin e tyre nëse armëpushimi i propozuar është i pranueshëm apo jo për Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov nuk përjashton mundësinë e një bisede telefonike midis presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, e cila mund të organizohet shumë shpejt nëse do të jetë e nevojshme. Nga ana tjetër, më herët zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova tha se nuk përjashton bisedimet me përfaqësuesit amerikanë në ditët në vijim. Ndërkohë, negociatat në Arabinë Saudite prodhuan rezultat pasi Ukraina pranoi armëpushimin 30 ditor. E thuhet se për ta finalizuar paktin, i dërguari i Trumpit do takohet në Kremlin me vetë presidentin Putin. Pranimi i planit të armëpushimit nga Ukraina e entuziazmoi Trumpin. Më në fund, ai e riftoi Zelenski në shtëpinë e bardhë. Pas kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhbllokuan më në fund ndihmat miliarda dollar për Ukrainën. Sipas asaj që zbuluan mediat më në detaj, duket se ishte kryeministri britanik Keir Starmer ai që bindi SBA dhe Ukrainën të arrinin këtë marrëveshje.